Task Forca e Shoqërisë Rajonale të Ujësjelljes Kanalizimeve në Shkodër po zhvillon kontrolle në të gjitha subjektet, por edhe abonentët. Këto kontrolle janë duke u zhvilluar në bashkëpunim me Task Force-n e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellësit lidhur me debit e prapambetura, lidhjet e paligjshme në rrjet dhe implementimin e impianteve për trajtimin e ujrave të ndotura. Task Forca Kukut ndodhet në mbështetje të Task Force-s së Ujësjelljes Kanalizimeve në Shkodër, në lidhje me inspektimin në terren të subjekteve ose abonentëve, të cilët rezultojnë me lidhje të jashtëligjshme, si dhe me debit të prapambetura. Gjithashtu, do të kontrollohen të gjitha subjektet të cilat kanë detyrimin ligjor që të bëjnë implementimin e impjantit të trajtimit të ujrave të ndotura. Inspektoreja e Task Force-s, Greta Fasko, ka dhe një apel për të gjitha subjektet dhe abonentët që mund të kenë shpime, që ta ndajnë rrjetin e tubacioneve nga i ujësjellësit për të shmangur gjobat e mundshme. Subjektet ose abonentët të cilët përdorin ujin e rrjetit si dhe ujin nga shpimi, kanë detyrimin ligjor që të tregojnë të kujdesshëm që të bëjnë ndarjen e të dyja linjave, pra të mos ketë një kryqëzim të linjave, në mënyrë që të shmangin masën administrative. Qëllimi kryesor nuk është gjovënia, por bashkëpunimi me subjektet dhe abonentët familjar, shprehet inspektoria. Task Forca Kuk do të jetë vazhdimisht në territorin e Bashkisë Shkodër për inspektime të mëtejshme, pasi qëllimi jon kryesor nuk është vendosja e masave administrative, por bashkëpunimi i ngushtë me qytetarët dhe ndërgjegjësimi i tyre. Task Forca e Ujësjelljes së Shkodrës së bashku me Agjencinë Kombëtare të Ujësjellësit nga Tirana do të vijojnë këto kontrolle pa ndërprerje në të gjitha zonat e qarkut të Shkodër për një përdorim sa më të mirë të ujit, si dhe ndalimin e të gjitha shkeljeve të mundshme në rrjetin e ujësjellësit.